Qyteti i Vlorës është tashmë i monitoruar nga kamerat e sigurisë, të cilat janë të vendosura në disa prej akseve kryesore të qytetit. Por tashmë kamerat e sigurisë me rezolucion të lartë do të vendosen në rrugët hyrëse dhe dalëse të qytetit të Vlorës, siç është për shembull autostrada Levan-Vlorë. Tashmë ka përfunduar infrastruktura, ndërsa pritet vetëm vendosja e kamerave të sigurisë. Ato do të monitorojnë gjatë gjithë kohë trafikun e automjeteve, por njëkohësisht edhe evidentimin e aksidenteve, por edhe të ngjarjeve të mundshme kriminale. Kamerat e sigurisë ishte një kërkesë prej kohësh e vetë policisë për të bërë të mundur evidentimin e të gjitha problematikave që mund të haseshin në rrugët hyrëse dhe dalëse të qytetit. Segmentet rrugore në monitorimin e kamerave të sigurisë, tashmë jo vetëm rrugët në brendësi të qytetit, por dhe të gjithë segmentet hyrëse dhe dalëse, ku nuk mungon dhe autostrada Levan-Vlorë. Prej kohësh kamerat e sigurisë monitorojnë një pjesë të segmenteve rrugore në brendësi të qytetit të Vlorës, por tashmë është duke përfunduar infrastruktura dhe për vendosjen e tyre në rrugët interurbane. Kamerat që do të vendosen janë me rezolucion të lartë, ndërsa qëllim mbetet monitorimi i trafikut të automjeteve dhe aksidenteve të mundshëm, por dhe ngjarjet kriminale, çka mund të ndihmojnë dhe në punën e hetimeve policore. Në të gjithë aks rrugor ka përfunduar vendosja e shtyllave për kamerat, ndërsa ato do të vendosen për gjatë gjithë aksit. Vendosja e kamerave përveç qytetit, por dhe në rrugët interurbane, është dhe një kërkesë e policisë së shtetit dhe një projekt që tashmë është duke përfunduar.